Qarku Fierit ndoshta duhet zhduk fare nga harta territoriale e Shqipërisë. U bë hera e dytë që Edi Rama për shkak të qarkut Fierit çon vite mbrapa Shqipërinë nga rruga e integrimit Bashkimit Evropian. Po ta marrni vend 2009-2011 bllokoi Shqipërinë, bllokoi gjitha proceset integruese për drejtuesin çfarë ishte ajo, një antar të Këshillit të Qarkut Fierit, ta drejtuesin e Qarkut Fierit. Nuk pyeti fare që Shqipëria ishte në rrugën më të mirë të mundshme pa të liberalizuar vizat, që liberalizoi vizat 2011 dhe ishte në procese shumë të mira, po luftonte korrupsionin, po arrestonin bandat e gjitha. Nuk pyeti Edi Rama për procesin, për BE-n e për integrimin e Shqipërisë. Ja rrasi kushte, digjte goma në përgjithë Shqipërinë për qarkun e Fierit, se do shte qarkun e Fierit e bllokoi integrimin. Jemi në vitin 2026, Bashkimi Evropian si kur më parë ka ardhur vetë personalisht ministri i jashtëm i Gjermanisë në Shqipëri dhe i ka thënë që hiq dorë nga mbrojtja e Ballukut se do kesh pasoja me integrimin. Pra, bëhet prap shkak qarku i Fierit që Shqipërisë t'i mohohet antarësimi në Bashkimin Evropian dhe t'i bllokohen proceset integruese. Në të dyja herët, fatkeqësisht se mund të ishte edhe një kryeministër tjetër ose një politikan tjetër, po themi mund të ishte Rama, mund të ishte Meta, mund të ishte Berisha, po është Edi Rama, i njëjti person për të njëjtin qark e çon Shqipërinë në humner mrapa për shkaqe pothuajse të njëjta. Atëherë doshte të vinte në pushtet edhe bllokoi proceset integruese, sot nuk do të bjerë nga pushteti dhe ka bllokuar proceset integruese. Edi Rama është thirrur urgjentisht për të shkuar në Bruksel dhe është e qartë sepse është thirrur për këtë. Me gjithë manovrat që ka bëj me gjykatën kushtetuese, me Altin Dumanin në SPAK, që i dha asistin, i ngriti topin për të bllokuar Belinda Ballukun, nuk heq dorë, është gati ta djegë Shqipërinë, siç e dogji një herë, vetëm që mos lëshojnë pushtetin. Sepse në kushte normale, një njeri që do të donte që thoshte pasaporta europiane dhe i turreshin mrapa budallënj, në kushte normale, sa u ngrit çështja e hetimit Ballukut, çrënsi është pezullim nga detyra apo është kërkesë për arrestim, e para do t'jepte dorëheqje Belinda Balluku. Nuk dha Belinda Balluku dorëheqje, duhet ta shkarkonte Edi Rama, as Edi Rama nuk e shkarkoi dot. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që këta dy kanë kap njëri tjetrin dhe nuk lëshojnë njëri tjetrin, si puna Hajdutit që ka për xhaketën dhe thotë lësho, por nuk më lëshon. Pra, të dy janë shkaktarët dhe të dy po bëhen shkaktarë që Shqipëria të shkojnë në humner nga proceset e integrimit. Nuk kanë për ta kuptuar populli këtë gjë, se ai ka aftësinë dhe ka fuqinë që ta manipulojnë me propagandë, por thelbi është ky. Prandaj edhe protesta e opozitës nesër duhet jetë shumë e fortë, por edhe qëndrimet e opozitës duhet jenë çik më të qarta, jo kështu të turbulla siç kanë qenë deri tani që u turrën mas një budalliku në gjykatë kushtetuese, se disa persona edhe ndoshta në opozitë ndjejnë kënaqësi se thotë po e mund ku të gjeni shtek për ta mund Belindën. Belinda nuk është Belinda, është Edi Rama. Belinda ndryshe nga paraardhësit tjerë që Rama i ka zhduk me të rënd të lapsit, Belinda si zhduket ka majt dosje, ka majt regjistrime, ka majt gjitha gjëra dhe e ma peng, ka marrë peng kryeministrin e vendit. Dhe arsye tjetër pse ai tani po refuzon që ta dorëzojnë Belindën, është shkaku se një zëvendës kryeministër që thot të vërteta e ka sot. Është Arben Ahmeta, i cili ka gjitha denoncimet që ka bërë Arben Ahmeta, gjitha kanë dalë sakta. Me gjithë sistemin e kapur drejtësisë që ka pas këtu, s'ka pas çaj bën dot, se siç duket, Arben Ahmeta ka komunikuar edhe me agjencitë ndërkombëtare, nuk ka prit vetëm daljet në televizion këtu në emisionin e Çimit, po ka çu gjërat andej dhe janë qartësuar edhe ndërkombëtarët. Menojeni
ai përveç asaj që është i kapur me Belindën, do të ruajnë edhe këto, se me dalë dhe i zëvendës kryeministër tjetër me thënë gjëra, pozitat e atij janë në rrezik të madh. Pra ky është kryeministri që ka sot Shqipëria, që i cili përpara se të marrë në qafë Shqipërinë ka marrë në qafë Partinë Socialiste, se mund të duket se nuk është çështje rrogash kjo, nuk është çështje ca njerëz ishin në punë, shumica e socialistëve vuj një lloj si të gjithë shqiptarët e tjerë, vuj si unë, si demokratët e thjesht, ku di unë, si të gjithë njerëzit paguajnë çmime të shtrenjta, nuk ja dalin dot, nuk kanë kursime për t'u vizituar nëpër spitale. Pra, vujtja është një lloj thithin ajrin e ndotur, një lloj parat që vidhen nëpër rrugë, në tendrat e rrugëve që kanë bërë kërtinë Rama me ballukun, janë edhe nga xhepat e atyre të socialistëve. E shumë pak janë socialistët që e kombesojnë këtë se vjedhin, se janë edhe në punë shteti, ja janë 100.000 veta. Pra janë 100.000 veta, po janë 700.000 të tjerët që vetëm humbasin. Kështu që shumë interesante, o të zhdukim qarkun e Fierit nga harta, ose shqiptarët ngrihen të zhdukin Edi Ramën, se po i çon në Gremin, po merr përballë rrisje, do shkojnë në Bruksel, sot atje do përpiqet t'i manipulojnë ata që jo më ka thënë gjykata kushtetuese, kështu e ja ku i keni, pra i gjithë sistemi me gjykatë kushtetuese, me SPAK, me parlament, janë të gjithë të komanduar në një plan perfekt nga Edi Rama, i cili ka dhe mundësinë që t'i shes sikur këto janë pushtetet pavarura, i kanë kërkuar dhe ky është duke respektuar dëshirat e atyre që të futet tani në kod penal, në legislativ, me legislativin, ti ndryshojnë këto, ti bëjnë siç i do Europa, do të thotë atyre. Ose zhdukim qarkun e Fierit, që nuk nodh, ose zhdukni Edi Ramën, po deshet hyni në Europë. Ndryshe, na e mori shpirtin, na fundos si të gjithëve.